Unë po mendoj që zoti Hamza e ka kryer funksionin e tij si kandidat i devotshëm, ka qenë domthonë gjetje, e ka mobilizuar elektoratin, ka fituar edhe nga 6.000 vota apo fiton më shumë. Është kandidati më i votuar ndonjëherë i PDK-s? Po. Është më i votuar se zoti Thaçi. Dhe në këtë situatë, domethënë Pse duket e PDK-ja e ka kryetarin e vet që do të thoshte kolegu i ynë Blerim Gashi legal dhe legjitim, i ka strukturat që vendosin. Domthonë ka kryesinë, këshillin qendror, sa PDK ka thonë jo Albin Kurtit. Dhe këta le të mësojmë ta kuptojmë si jo. Dhe lidhje që kjo punë me koalicion të mund shumë s'ka jo s'paku tash. Por Albin Kurti e ndrejt e shton trasin, me qëtë do zhavare, do zale, do gurë, me shtu udhen mas gjedhjeve të vjeshtës. Mas gjedhjeve të vjeshtës, Kurti po donë me e legitimu koalicionin me PDK-n, amo jo pas gjedhje. Jo pas gjedhje, Çfarë fshihet prapa këtij takimi? Parashtrohet pyetja edhe shumë kush thot çfarë informacione ka Fidani ose çfarë informacione ka Blerimi. Do ta nis me Blerimin. Blerim, çfarë fshihet? A ka ndonjë informacion? Çka ka mundur të ndodhë këtu? Madhështor është ky.